Tani, ju thoni që këtu e pas kanë fajin ata që ju a futën juve. Po juve nuk ja keni futur askujt. Po ai ligji që kalonte njësoj me lepurin e Surrelit, ky ligji për pastrimin e parave, dhe që bëni sikur gjithë tjerët hanë bar, po ju jeni decentët e kësaj historia. Ai ligji që del njëra, se s'du t'i përmend tani me emra, as t'i faktorizoj, as t'i çfaktorizoj, okay? Del dhe thotë që ky është ligj që opozita se pranon dot, se këtu ka pastrim parash, se me pastrimin e parave që ky ligj do fus miliarda në xhepat, do blien zgjedhjet prap. Dhe për këtë ligj ju keni prit 8 muaj, 9 muaj të bëni analizën. Që OSBE-ja ta shkruaj aty dhe keni hum kohën me terrenin dhe me demokratët që mos ju higi raportimi OSBE se keni bërë lobim. Si ju ka kaloj ky ligj pa një mendim? Si e përdorët si Lecka të tjetrin, atë që e keni kryetar grupi, që ta mendonte, jo që t'u ulej masa atyre që do faleshin, po të rriteshin kompaniet e atyre që do faleshin. Qofse socialistët thoshin, ata që janë hetim nuk marrin falje, demokratët që se donin ligjin thonin, ata që kanë marrë vendim në formës prerë nuk marrin, ata që janë hetim falen. Po pse s'bët dhe një mendim ju? Për atë çështjen e pastrimit parave që është aty që do futen dhe që kaloi ai ligji. Natën dhe ai. Se kalon lepuri, natën, kaloj e ligji dhe Grida Duma dhe Top Story e bënte non-stop dhe ju diskutoni tek citimet dhe perifrazimet që bëni filozofira dhe thonë, ku shpesh filozofët tuaj, madhor, analistët, e citojnë Aristotelin për Teli edhe Napoleonin për Loni, si e dim këtë nivel. Pse nuk thoni ju që ku kaloj lepuri atë natë? Që lejuat pastrimin e parave që vjedhin demokratët. Pse nuk e bët këtë? Tani, pse nuk thoni ju që kur kemi kërkuar zgjidhje nga Sali Berisha se ç'bëj me ineficiencën e Lulzim Bashës, Sali Berisha thoshte, ç'a them, s'është mirë kështu. Se kur kemi kërkuar zgjidhje nga Sali Berisha në mbledhje për mos lënien e mandateve, ishte mund të fitojmë po dhe mund të humbim, thoshte Sali Berisha. Si sillet kjo parti dhe leadershipi i saj me gabimin? Ç'të them unë personalisht, që sapo kisha nisur rrugtimin në politik, kishte dhënë dorëheqjen Sali Berisha në 2013, nuk kisha qenë ministër, kisha qenë një zëvendësministër që kisha psu dhe unë luftën brenda llojit, e normale është që ta psoj, si çdo njeri. Dhe kur shkoj të garoj në Durrës, atje ku u vërtetua që shkuan prapa hekurave grupet kriminale me kreun e bashkisë atje bashk, i them, o zotri, unë kam kërkuar që të dalë në media dhe të bëj debat me Vajgjush Dakon. Si më thoni ju mua mos dil në debat? Po pse do t'ju ambaj unë juve këto? Këto gabime? Ku si raporton partia që ndoshta rezultati i cili nuk u arrit më me shifra, ai kandidimit atje, të Grida Dumës në Bashkinë Durrës, nuk u arrit më. Bëni çik llogarit pa LSI-n dhe me LSI-n. Pse duhet ju ambaj juve që unë një armë që kisha të vetme, që ishte debati publik, mua partia ime nuk më la të dalë në debat. Kërkova plotësisht nga Sali Berisha një ndim kur Lulzim Basha më thoshte mos dil. Dhe pra ping-pong. Po ku t'ja bëni këtë ping-pong juve? Demokratëve? Kë bindët ju? Kë bindët ju? Tani, në rast se këtu bëhet fjalë gjithmonë që i miri ka standard dhe e mban lart, dhe këta që s'kan standard le ta zbresin poshtë. Unë po pyes, kur ka qenë hera fundit që Flamur Nokon, sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike, e ka nxjerrë në prime time-in e vet Syri, që është media par excellence në mbështetjet Partisë Demokratike. Shifeni çik se mund të ketë muaja vite. Kur ka qenë hera e fundit që në studion tjetër të madhe politike të Fevziut ka dalë Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm. Shifeni çik, klikojeni që se unë e kam bërë dhe do t'ju dalë viti 2018-2019. Po çfarë duan këta ish kolegë më shumë se sa t'i ofrosh një nga platformat më të mira të prime time-it politik? Se unë jam e qartë që këta duhet qartësojnë shqiptarë se për pa qartësit që i kanë edhe vetë. Se kur i ka nga Partia Demokratike dhe lash mandatin që rrallë kush e bën, unë nuk i ka se isha keq. Unë i ka
në fillim të nëntorit të 2022-shit, kur në mes të tetorit të 2022-shit, Sali Berisha kishte deklaruar për mua, është Nora e Kelmendit. Po pse e bëri këtë Sali Berisha? Sepse unë dola në parlament, ndërsa isha aty duke dëgjuar Edi Ramën, që për foltoret e Sali Berishës kundër Lulzim Bashës, ku unë s'merja pjesë fare, na drejtoi neve, gjedhve, dhe na thoshte jo foltore, po gojore. Dhe dal, dhe them ato 5 minuta që u bën virale i dilën demokratët. Po ku ishin këto burrat që nuk e thanë? Atë që duhet thonin. Pse duhet patjetër që ky leadership i partisë të falet pafund, megjithëse ja kupton çdo kush dhe të kërkojnë kështu mirë kuptim të pakondicionuar dhe çoheni ditë premte kur janë hall dhe përmenin një individ të cilit çuditërisht bëjnë gabim që e përmendin, siç është në rastin tim, siç kanë bërë gabime plot të tjera, vetëm se janë vetë në paqartësi absolute dhe i bëjnë gola gjithandej. E shkojnë dhe siç bën gjithmonë, njëri që nuk ka standard, me një që ka standard shfrytëzon standardin e tjetrit. Tani, e fundit. Unë e kam pasur qartë që ka paqartësi të madhe në Partinë Demokratike. E kam pasur qartë kur ika. Unë mund të merrja post nga Sali Berisha pa diskutim, apo s'merrja post po isha e vlerësuar e njëjta gjë është, se e kishte thënë publikisht Nora Kelmendit. Po unë kisha qartësinë që aty ishte çdo gjë e paqartë. Kisha qartësinë që çare kishte vazhduar aq shumë sa që nuk ishte bërë një herë një bisedë reale mes aksionerëve të vërtet partisë. Tyre që kishin thënë fytyrën, që kishin thënë vitet e tjera. Po ku i latë ju demokratët mos shkonin ke socialistët? Kur nuk latë vend pa mbyll hapësira. Po ku të shkojnë shkretët demokratë? Se parti tjera s'ka këtu, duhet me pas një biznes me bë parti tjetër. Ku të shkojnë? Se dhe Adriatikun po e mbyll Edi Rama, se Endri Shabanin e bleu Edi Rama, se ligjin për pastrimin e pasurive të kriminalëve po e kalon Edi Rama me opozitën aty. Ku të shkojnë demokratët që dilni dhe i bëni ju që keni 20 ca 30 vite në pushtet tabel emulacioni? Dhe i nxirrni dhe nga mbledhja antarësin edhe zonjat. Dhe unë pata një qartësi të plot, mu shfaq një individ i rëndësishëm i medias shqiptare, gigantit mediatik që është Top Channel-i, e cila më tha, moj zonjë, po, do të vish të bësh një kontraktualitet, sepse mua më duhet që në prime time in politik të kem jo një gazetar, po një insider politik, hajde bëje. Simple. Dhe kur ti e pyet CEO-n e Top Channel-it, që si e shikon këtë, që unë jam e djathtë dhe do bëj një prime time politik, më thot, mua më duhet një insider dhe kam qëndruar me ditë, me orë, me net, për të parë kush në tregun mediatik, komunikimit publik dhe politik ditë bëj këtë filozofi programin që kam unë. Ka që thjesht. Dhe ti shikon që ka vizion, ka qartësi, tek një gigant i korporatës, që sot diskutojnë këta, apo ata, se ku e ka suksesin, kur ka me vete miliona shqiptarë. Edhe këta kujtojnë që po t'i bëhen kur kërputh ndo kujt, e ta përmenin ke filozofit e Lonit edhe Telit, se kështu i kanë filozofët ta, këta presupozojnë që do marrin në fashion nga kjo histori se po na përmendin ne. Si silleni me gabimin ju? Po bët gabim ju, duhet ja falim ne dhe ca tjerë, sepse duhet vinin në studiot tona, edhe t'ju tregojmë edhe çfarë thoni her pas here nëpër studiot tona, se s'keni teza se kur dilni për jashtë, ju thoni një gjë përgjithsisht. Çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Ja çaj na e ka zënë rrugën ai. Këtë thoni. Çfarë të bëjmë, na e ka zënë rrugën ai? Po hajde se s'do jetoj 200 vjet. Unë s'kam arrit në një ditë. Ti uroj vdekjen Sali Berishës. Nuk kam thënë ndonjëherë do jetoni, se s'do jetoj. I ke aty brenda ata njerëzit. Që nuk kanë çfarë të bëjnë, e s'din çfarë të bëjnë, e thon nga këto mufka. Por në studion time të Top Story-t, të kam pyetur dhe ju kam pyetur. Realisht mendoni që Partia Demokratike duhet ketë moshën biologjike të Sali Berishës? Apo është legacia e tij më e madhe duhet vazhdoj më shumë se aq? Kaq. E kam bërë atë pyetjen në emision me buzëqeshje, me ngrohtësi, siç i kam prit të gjithë kolegët e Partisë Demokratike, që kanë pretendimin që duhet trajtohen më mirë, se janë gjunaf, ma nuk janë opozit, kanë 13 vite. Nuk shofun asnjë gjunaf aty. Gjunaf e shoh ka aksionerët e vërtet Partisë Demokratike. Ka jo antarësia e cilës kur unë ika në majën time, ika me qartësinë që po dilje prapë në zgjedhje, ti thoj atyre, hajde bëj me ne se do fitojnë, ishe duke i gënyer. Dhe je duke i gënyer sërish. Kaq kam. Po kemi shumë më tepër se kaq.